Jehona e protest ishte e fuqishme. Pritej nga miqtë tanë proteste e dytë, po me aq insistim sa që pritet nga të gjithë opozitarët shqiptarë. Dhe unë jam këtu për të denuar me forcën më të madhe aktin e Edi Ramës, aktin puçist, në të cilin ai blokoi, në të cilin ai për të mbrojtur veten e tij blokoi parlamentin dhe nuk lejoi shqyrtimin e dosjes. Qytetarët do flasin shumë shpejt dhe ne do informojmë për protestën më të fuqishme që ka njohur Tirana dhe Shqipëria në ditët në vijim. Opozita është në këmbë, është e vendosur të përballet dhëm për dhëm me këtë regjim të turpshëm, me këtë regjim kriminal, me këtë regjim kleptokratik, me këtë narkoregjim. Ndaj dhe ftoj opozitën dhe opozitarët ta vazhdojmë këtë betejë gjërën fitoren tonë. Shpresa e vetme është opozita dhe ajo nuk do shgënjej. Faleminderit.